degën e Durrësit. Dhe kam kënaqësinë të them që dega e Durrësit do të jetë nga ajo më përparësi nga të gjithë degët që kemi në Shqipëri. Unë sot vi nga një mision që kalova, kjo është rreti qyteti i tretë që vi, e kishim deri që sot një ushtar ta vendosim në vërtetën e dëshmorëve. Atë që nuk është bërë me vite, u bë i dyti që po vendoset në ushtarët në vërtetën e dëshmorëve të bërë. Kjo është puna e degës të oficerëve për të dërguar në vend atë autoritetin e ushtarakut të dëshmorëve që në kanë ngellë. Vende pa vende. Kemi edhe të tjerë. Do mundohet aty ku janë ta bëjmë punën sigurisht. Njëkohësisht duke ardhur, kisha takime me degën e Lushnjës. Kjo është e treta në mundëria pa ardhur që të bëjë edhe këtë komunikim. Ju vetë djeni që kam marrëdhënie të shkëlqyera me Ministrin e Mbrojtjes. Ajo që s'ka ndodhur më herë. Vitin që vjen kemi 26 vjetorë. Ajo që s'ka ndodhur më herë me ministrat deri tani, sot e kemi. Personalisht kam derën të hapur te Ministri i Mbrojtjes, shefi i shtabit përgjithshëm. Ashtu siç e vendosin strukturat e rezerviste, do është realizuar edhe masat e tjera që ne jemi konsultuar për ushtarakët që të dalin në rezervë, lirim dhe për pension. Ju falenderoj të gjithë. Unë e pres se çdo lloj problemi që do ketë të dikush, nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm të degës, të sekretarit, edhe jam gati të vi në çdo kohë në degën tuaj dhe të marr përsipër çdo propozim që vjen nga dega e Durrësit. Ju falenderoj të gjithë.